njeri që dënë mu pendu sinqerisht tek Allahu xhallahu, dhe këtë kemi pranë në fillim. Ai që dënë mu pendu sinqerisht tek Allahu xhallahu me parë. Dhe e dyta, ai që do të pas stabilitet në pendim, duhet me i braktis sebepet e mëkatimit. Nuk mundesh me kon i rrëmbyer nga faktorët e mëkatimit e me thonë për unë pendu. Jo, duhesh me këput litarët e mëkatimit. Nga litarët më të fuqishëm që tërheqin ka mëkatimi është shoqënia e keqe. Largopi njerëz të tjerë. Njerëz që kanë mësuar me bëj gjuna, që kanë inkurajuar me bëj gjuna, njerëz që të nxisnë në rrugën e këqija, nuk janë shokët tu. As shoqët e tua, as miqtë e tu, as absolutisht. Shokët e tu ose po flas për motrat tona që shoqët e tyne janë kush? Aja që kur shë mirë, ti inkurajon, e kur shë keq, qorton edhe të përmirëson. Që kjo është i miri, me shtërri. Aja që kur shë që e ki mirë, thot, që ashtu të është, vazhdo tutje, mire e ke bo, për. Kur shë keq, thot, nuk ban kështu me bo. Që kjo është i mirë. Ama që në kodër tënë, të shë të bo mirë, nuk livdan. Ski që me bo këtë punë, që kemi shkuat në shkollë, që kemi një mu filonit, ajë Allah se ka kështë një manë, nuk si me bo mirë, kështë është i mirë. A që të inkurajon për punë të mira, që ajo është i mirë, dhe të pengon nga punë të këqija. Andaj që të i ka thonë, shkata ata atje, se njerëz adhurues, Allahun xhallahu adhurojnë, jo njerëz që janë pendum, jo njerëz që bojnë mirë, e atje kur jenë me ta, normal që i rrethuar nga faktorët e devotshmërisë dhe besimit, nuk mund të jesh ndryshe pas ashtu afton. Andaj është shumë e rëndësishme kë po rrin fëmia jon, me kë po shoqërohen, familjet tona, na vet, nuk mosh me zgjidh kujshil, është vërtet. Nuk mosh ti me thonë, duam çit banesë, çit ashtu me kosmosh me zgjidhti. Ti blen banesë për veti, ti marrësh shtëpi për veti, ai ti ka për veti. Nuk mosh kujshil me zgjidh. Nuk mundesh koleg në punë me zgjidh. A mundesh? S'mundesh. Po sot njerëz këta janë tjerë. Nuk mosh me zgjidh shokën e klasës. Nuk mundesh. Se me një klasë regjistrojnë njerëz, tani vazhdo me ta. S'mundesh ta me zgjidh. Ama shok që me ta rrin, e shoqërosh, e bisedon, e i ndan me ta sekretet, ta mush me zgjidhur. E qëta zgjidhe me kontë mirë. Nga se në basë të shokëve ka me përsatu edhe morali, edhe sjellja, edukata e fëmijëve tonë, e familjeve tona, po edhe të veteve tona.